Mjeshtri i Madh i Muzikës Bujar Çamili në kuadër të muajit të madhërueshëm të Ramazanit ka shtruar iftarin e përvitshëm për besimtarët musliman në Shkodër. Me rastin e këtij iftari që shtron këngëtari i njohur dhe nderi i kombit zotëri Bujar Çamili, unë shpreh falënderimet e thella për këtë gjest human, për respektin që ka ndaj agjëruesve dhe ndaj Ramazanit në tërësi. Sigurisht që Ramazani është kohë reflektimi, është mundësi e solidaritetit, e bamirësisë dhe padyshim ky akt human tregon dhe dëshmon një vlerë të madhe, bujarin e vetë mikut ton, që e shpreh pikërisht gjatë këtij muaji të begat të Ramazanit. Unë padyshim do shpreh lutjet e mia dhe urimet e mia më të përzemërta që Zoti t'ja pranoft këtë bujari të sotme që shtron për agjëruesit. Për mjeshtrin e Madh Bujar Çamili, shtrimi i iftarit është një kënaqësi e madhe dhe shpërblimi i sakrificës së agjërimit. Të them drejtën, unë ndjem gjithmonë shumë i kënaqur kur shtoj një iftar për këta njerëz të mrekullueshëm, për këta njerëz të sakrificës që Zoti ju pranoft, por kësaj radhe është një kënaqësi e dyfisht, sepse sonte mund të kishte shkuar në një vend tjetër, pa i pranoj të ishte në iftarin tim Zoti Ben Halluni, i cili ka dhe datlinjen sonte. Unë të uroj të bash 100 vite me jetën me shnet. Faleminderit shumë, Zoti ju pranoft. Kjo është një iniciativë e kthyer tashmë në traditë të përvitshme në muajin e madhërueshëm të Ramazanit.